Bashkia e Vlorës me vëmendje të dedikuar në ndriçimi rrugor, institucioni kryesor i qytetit bregdetar prej muajsh ka nisur një aksion të përgjithshëm për instalimin e ndriçimit të ri LED në qytet. Si pjesë e këtij aksioni, janë prekur shumë zona, të cilat tashmë kanë përfituar një ndriçim të ri, ndriçim bashkëkohor dhe mbi të gjitha, një ndriçim që garanton më tepër kursim energjie. Një punë e nisur muaj më parë nga zonat më turistike dhe më të frekuentuara të qytetit të Vlorës, e cila tashmë është rirë në bloqet e banimit në periferi, por dhe në rrugë segmente dytësore apo dhe në hyrje të qytetit bregdetar. Sektori i ndriçimit, në varësi të Bashkisë së Vlorës, ka nisur këtë të mërkurë nga puna për vendosjen e ndriçimit të ri rrugor LED në rrugën Janash Kilica. Ky sektor në rrugën pranë Komisariatit të Policisë Vlorë, e cila lidh projektin e ri të bulevardit të Palmave me hyrjen e qytetit, po subvencion llambat e mëparshme ndriçuese me ato të reja, por ato të cilat kanë nisur të vendosen janë llampa LED, të cilat për zonën garantojnë një ndriçim modern. Qëllimi i zvendësimit të tyre është që krahas ndriçimit të garantuar të sigurojnë edhe më tepër kursim energjie për bloqet e banimit ku ato vendosen. Gjithashtu, si pjesë e aksionit, do të zvendësohen sigurisht dhe ato llampa të cilat më parë nuk funksiononin, duke lënë pjesë të caktuara të rrugës pa ndriçim. Ky segment rrugor do të kenë ndriçim të ri në të gjithë gjatësinë e tij. Zvendësimi i llampave ndriçuese garanton njëkohësisht edhe më pak defekte, pasi ato janë më rezistente ndaj shumë faktorëve. Sipas informacioneve, kjo punë e nisur prej disa muajsh nuk do të ndalet me kaq, pasi projekti do të vazhdojë edhe në shumë bloqe të tjera banimi. Brenda qershorit pritet të zvendësohen në total të gjitha llampat ndriçuese nga zona e Ish-Gjyqit të vjetër në brendësi të bloqeve të banimit që e lidhin këtë zonë me Transballkaniken, në zonat në hyrje të qytetit dhe tek rruga e re. Praktikisht, brenda pak ditëve, gjithë zona nga Gjyqi i Vjetër dhe deri në hyrje të qytetit do të kenë ndriçim të ri LED. Në total janë gjithsej rreth 100 llampa ndriçuese LED që do të zvendësohen, do të vendosen përgjatë këtyre bloqeve të banimit.